Përshëndetje nga unë Klodiana Stojku, në këtë video do të mësoni si të bëni këtë dizajnin në foto. Si fillim, vazhdoj me një shtresë të gjelit Jampra ose Glass Gel Polish. Ky është pak si në portokalli, nuk thahet kjo shtresë, unë preferoj mos ta bëj me blumin gel. Më pas është një ngjyrë kafe, po e njëjtës firmë, do me thënë, dhe po gjam është edhe kafja, do me thënë këto kafe janë transparente. Nëse nuk e keni gjam, mund ta miksoni me top coat ose me bazë. Pra luajmë me gjelin, si ta duam, por mos vini më shumë se sa duhet, mos merrni shumë produkt pasi ju bën thojnë me gunga dhe ju prish formën. Si që shikoni, unë po mbush këto pjesët e errta që kam thua nga një bajabi kaf që kisha më përpara, dhe los me gjelin dhe me dizajnin si ta dua unë, do të thënë në këtë rast që po bllokoj kafet. Në background dëgjohet djali pasi janë pushimet e termit. Dhe nuk jemi vetëm në këtë video, pra si që shikoni, vetëm 2 gishta kam demonstruar, dhe duke mbuluar mis perfeksionet, pra. Edhe ju mund të lozni. Ndërkohë, si që shikoni të gishti unazës, kjo hapet pak fare edhe vetë, do me thënë. Dhe tani vazhdoj me ngjyrë të zezë gjeli, shumë pak, vetëm që të krijojmë atë iluzionin që është më errët, që duket sikur është natyrale. Në të gjitha këto që kemi bërë, do ta bëjmë dhe me të zezën, tek të gjithë thonjt. Nuk do t'i thani ndërkohë që vini të zezën ose vini këtë pjesën kafe, nuk është tar në asnjë moment. Thonjt thahen mbasi ka mbaruar dizajni i gjithi. Nëse ndodh që është futur në mish, e pastroni me një shkop druri dhe e thani në fund përfundimin të dizajnit. Pastarjes unë zgjodha që t'i vendos pak flori, pak të letrën, gjë që është varet, nëse doni e vendosni, nëse nuk doni nuk e vendosni. Bëjmë top coatin, marrim mjaftueshëm shkëlqys që të mbuloj gjitha këto misperfeksionet, të dali thoj drejt, e kthejmë mbrapsh që ta vetë nivelojmë pak, ose përdorim dhe këtë furçën e Frenchit për ta sjell drejt, që mos kemi, do me thënë, ujra në thua. Ky pra është dizajni, është një dizajn shumë i thjeshtë, por është shumë i bukur për muajt e vjeshtës. Mund të më ndiqni në Instagram, në Klodiana Visposh Nail Academy, bëni like fotos nëse ju pëlqen dhe subscribe nëse doni që të shikoni video në të ardhmen. Ju uroj gjithë mirat, pafshim!